Rasti i 3 raketave Acheron të sekuestruara në portin e Barit po merr për masa të tjera sipas informacioneve të reja që vijnë nga Greqia. Hetuesit italian po përpiqen të rindërtojnë të gjithë rrugëtimin e ngarkesës ushtarake, ndërsa të dhënat e publikuara nga mediat greke japin elemente të reja për origjinën dhe përdorimin e raketave. Gjithçka nisi më 7 qershor gjatë një kontrolli rutinë të policisë financiare italiane. Në Bari u kontrollua një furgon me drejtues një shtetas francez 46 vjeçar, i cili kishte mbërritur nga Patra me tragetin Superfast 2. Ajo që u gjet brenda automjetit e ktheu kontrollin rutinë në një çështje penale. 3 raketa antitank Acheron, një raketë stërvitore inerte dhe pajisje të plota për komandimin në distancë, me styre monitor, konsola dhe kablo. Shoferi francez u arrestua dhe u vendos në paraburgim në akuzën e importimit të paligjshëm të materialit luftarak. Ai paraqiti dokumente për të justifikuar transportin, por autoritetet gjyqësore italiane nuk i konsideruan ato të mjaftueshme dhe hetimi vazhdoi. Një nga elementet që ngriti dyshimet lidhej me vetë raketat. Ekspertët e ushtrisë italiane konstatuan se mbi to ishte vendosur një shirit blu, shenjë që përdoret për municionet stërvitore. Por gjatë kontrollit rezultoi se bëhej fjalë për shirit ngjitës të vendosur mbi shënjimin e vërtet. Poshti ekspertët gjetën shenja të verdha dhe të zeza, të cilat sipas raportit teknik të cituar, korespondojnë me municione me eksploziv të lartë të destinuara për përdorim luftarak. Pikërisht ky konstatim e bëri edhe më serioze çështjen e dokumentacionit me të cilin raketat kishin udhëtuar drejt Italisë. Por informacionet e publikuara më 27 gusht nga gazetari Giannis Solietis sjellin një pjesë të rëndësishme të historisë së ngarkesës. Sipas burimeve të gazetës greke, raketat ishin blerë nga Qiproja në Francë dhe ishin përdorur në teste zhvillimi. Të njëjtat burime thonë se kompanitë e përfshira në këtë aktivitet ekzistojnë dhe kanë seli në Greqi. Këto të dhëna janë të rëndësishme për hetimin, pasi autoritetet italiane po përpiqen të përcaktojnë jo vetëm çfarë kishte brenda furgoni, por edhe nga vinte materiali, për çfarë ishte përdorur dhe me çfarë dokumentesh po transportohej. Në këtë pikë hyn edhe elementi i raportuar nga Today.it për aktivitetet me sistemin Acheron në Greqi. Pak ditë përpara se furgoni të mbërrinte në Bari në Greqi ishte zhvilluar një aktivitet me raketa Acheron në një instalim të NATO-s. Ky fakt ka marrë rëndësi për rindërtimin e lëvizjes së materialit ushtarak. Megjithatë, deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar për 3 raketat luftarake të gjetura në Bari. Janë pikërisht raketat e përdorura në atë aktivitet. Kjo është një nga çështjet që mbetet për të sqaruar dhe nuk mund të merret si fakt pa përfundimin e verifikimeve. Ndërkohë, autoritetet greke kanë një tjetër element në dispozicion. Sipas Kathimerini, verifikimet e kryera deri tani tregojnë se kompanitë e përmendura në lidhje me transportin janë kompani reale me aktivitet në Greqi. Burimet e gazetës greke vlerësojnë si të vogël mundësinë e një trafiku të paligjshëm armësh dhe thonë se çështja mund të lidhet me certifikatat dhe dokumentet e transportit të raketave drejt bazës, të cilat autoritetet italiane nuk i konsideruan të mjaftueshme. Kjo megjithatë nuk ndryshon faktin se në Itali çështja po trajtohet si hetim penal. 46 vjeçari vazhdon të mbahet në paraburgim. Dokumentet që ai paraqiti u konsideruan të pamjaftueshme ose të pabesueshme nga autoritetet gjyqësore italiane dhe ndaj tij rëndon akuza për import paligjshëm të materialit luftarak. Rasti ka kështu 2 pjesë që autoritetet po përpiqen të lidhin përmes dokumenteve. Në njërin anë janë raketat e blera nga Qiproja në Francë dhe testet e zhvillimit e raportuara nga pala greke. Nga ana tjetër është furgoni që u nis nga Patra dhe mbërriti më 7 qershor në Bari, me 3 raketa që ekspertët italianë klasifikuan si municion luftarak. Pikërisht dokumentacioni i këtij transporti mbetet në qendër të hetimit. Autoritetet italiane kërkojnë të sqarojnë se me çfarë lejesh u transportuan raketat, pse dokumentet e paraqitura nuk u konsideruan të mjaftueshme dhe përse 3 raketat kishin shiritin blu të materialit servitor, mbi shënjimin që ekspertët italianë e identifikuan si atë të municionit luftarak.